Eglaceno merr vendimin e papritur të cilin e njofton nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale. Statusi I plot. Mbrëm mbarova xhirimet për filmin Përfaqësuesi dhe kam vendosur që Matilda është roli I fundit në kinema. Jam e lumtur që e bëra me një koleg që e vlerësoj shumë si aktor, Gaz Pajën, dhe me një ekip djemsh dhe vajzash të reja që kanë një pasion dhe dedikim jashtënjerëzor për punën e tyre me filmin. Ka disa kohë që përpiqem të jem jashtë vëmendjes së çdo elementi publik me përjashtim të teatrit, që për mua është një nga hallet e shtëpisë. Ju kërkoj përullësisht ndjes autorëve, gazetarëve, moderatorëve që kanë insistuar me ftesat e tyre. Nuk po kaloj një periudhë të lehtë, pas 7 muajsh me sëmundjen e mamit e me situata personale. Nuk kam më dëshirë të jem e fortë në këtë fazë të jetës time. Dua pak qetësi, shpresoj në respektin tuaj. Faleminderit nga zemra publikut, kolegëve dhe mbështetësve që nuk më lëshuan asnjë moment. Më keni mbushur me dashuri, me energji të mirë. Tani kthejmë faqe për një kapitull të ri, derisa të mbarojmë librin. Shumë dashuri dhe mbi të gjitha shëndet të mirë për të gjithë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.